te pikërisht tek zëvendësfyerësia, sepse diçka kanë. Pra, ti je i detyruar, unë po t'isha, unë kam thënë edhe në intervista tjera, nëse unë do isha zëvendësfyerës i vendit, do t'jepja dorëheqjen në mënyrë dinjitoze. Në mënyrë dinjitoze. Pse? Sepse në fund të ditë do rriste kredencialet e veta dhe nëse do të merrte pafajësi, zëvendësfyerësia do bësh president sepse do ta donte edhe popull. Pra, sot jemi në një situatë krejt ndryshe ku gjykata kushtetuese ka bërë çort të ngatron gjithçka sepse asnjë gjë s'bën gjykata kushtetuese. Po ta them pra, ti je mund gjyqtari gjykatës kushtetuese sot, unë personalisht po them asnjë gjë s'do bëja sepse nuk futem dot në hetimet e prokurorisë. Çfarë do nxjerr prokuroria? Or çfarë do nxjerr? Nuk I nxjerr provat hetimore prokuroria. Do nxjerr si për ca gjëra të pavlera që s'ka asnjë pesh. Sepse mban përgjegjësi zotërisë ka kodi procedurës penale, mban përgjegjësi që do të nxjerr sekretin hetimor. Pra, unë gjykoj që dhe gjykata kushtetuese nuk ka për të nxjerrë gjë, thjesht zvarrit përfitim në kohë, mund të zhduk dëshmitarët fizikisht, mund të intimidoj dëshmitarët, mund të zhduk ndonjë provë tjetër sepse mund të ketë një hetim të thelluar të prokurorisë, e tjera veprime procedurale të cilat I ka për kompetencë prokuroria e posaçme, por edhe zhdukje fizike në mos gaboj dëgjova. Po, ndoshta për shembull, e marr si shembull sepse flas. E marr si shembull, për shembull që mund të ketë ta supozojmë element fizik të një dëshmitari që mund të jetë deciziv për një çështje. Pra mundet të intimidohet. Përfundimi I afateve ligjore, 3 mujorshit më e pakta. Apo jo? Tjetër që kjo futet te kodi procedurë civile, penale që e ka prokuroria, por unë po them te themeli tek baza para rekrutimi zotëri, 3 gjyqtarët që kanë dalë kundër, për mendimin tim kanë një vlerësi maksimal në opinionin publik. Ata janë ekspert, unë njoh zotin Toska, ai është ekspert, dhe unë kam shumë konsiderata, është një jurist I përgatitur. Zoti Vokshi, zonjë tjetër nuk e njoh, por ajo ka qenë kryeinspektore lartë e drejtësisë, pra ka një eksperiencë gjatë, pas nuk e di ka qenë gjyqtare s'ka qenë, por të tre këta janë dinjitoz në qëndrim. Janë shumë të saktë. Nësa pjesa tjetër jashtë kësaj, sepse sot ishte, po dikujt aty që ka qenë I thash, pavarësisht se ka ekspert satelitor në grad, po I thash, ke punuar ndonjëherë në drejtësi, ka punuar avokat kryesisht. Avokat kryesisht, zotri, unë kam patur studie pa ligjore edhe vetëm në jug të vendit. Më thonë një ditë kryetari I gjykatës që ja thot sepse kemi një çështje ku kryesisht do të nisja njerëzit më të paaftë. Pra nga stafi im që kisha, I nisja avokatët më të paaftë kryesisht. Një herë ka vajtë ishte një jetim që mbrojtja vetë dhe doli jashtë, ishte pse va. Pra e kupton tani çfarë niveli ke të bësh sot ti. Pra të arrijë në këtë nivel gjykata kushtetuese ky është turp. Unë do thosha turp kombëtar. Sepse sot po mban peng vendin. Ja pasojat se si vinë sot. Prandaj këtu ka nevojë për gjyqtar dinjitoz. Po që ti je gjyqtar dinjitoz aty do të kesh një shkallë karriere, do të jesh profesionist. Duhet të dish se si është ndjekur procedura, duhet të kesh parasysh do të them vërtet shkeljet kushtetuese. Pra cila është shkelje kushtetuese? Çfarë ka bërë prokurori? Mos ka vajtë ka marrë zvar zëvendësministre? Ka shkel drejtat e njeriut? Jo. Çfarë ka bërë? Ka kryer veprime procedurale. Çfarë ka bërë byro kombëtar e timit? Ka kryer veprime procedurale me urdhër të prokurorit, të kontrolluara nga gjykata, të vendosur nga gjykata, sepse byro kombëtar e timit nuk e kryen asnjë veprim tjetër. Thjesht vetëm zbaton urdhrat titulli ekzekutiv, pra urdhri ekzekutiv që ka lëshuar prokurori mbi bazë të vendimit të gjykatës të posaçme, sepse të kesh një parasysh nderuar. Sot ka ndryshuar procedura penale. Domethënë, juve sot si prokuror më sillni materialet mua dhe thua po, tartar baza I sot do të hetohet sepse ka fuskot në kompjuter ka 5 vepra. Ka prova të jashtëzakonshme dhe mua më vjen byroja kombëtare e timit thotë zotëri, unë kam sot, domethënë sepse ka lëshuar urdhrin e prokurorit, pasi e ka miratuar gjykata, pra unë si gjyqtar e miratoj, e ta I jap BK-s. BK-ja vjen këtu zotëri thotë po, unë kam një urdhër ekzekutimi për vendimin numër kaq, datë kaq, do sekuestroj kompjuterin tuaj. Pra kaq punë bën byroja kombëtare e timit, s'ka asnjë gjë tjetër byroja kombëtare.
Pra dhe vjen këtu, merr kompjuterin e mori, e merr, bën veprimet e veta, bën hetimet, e kalon në ekspertizë etj, pra janë veprimet e tjera të cilat nuk janë pjesë e kësaj. Pra nuk ka kryer asnjë shkelje procedurale domethënë struktura e posaçme, sepse i fusët tria këto sektor, pra gjykat, prokurori dhe BKH, por thjesht ka respektuar një vendim gjyqësor i cili është i detyrueshëm. Dhe unë me i nderuar që këtu kryeministri duhet përqendrohet. Dhe nëse ka nevojë, ka nevojë për të bërë ndryshime, ai do të thrasë grupet e interesit. Zotëri, nuk bëhet me këshilltar të cilët nuk kanë qenë një ditë në drejtësi të japin ata mendime për drejtësinë. Harroje. Të dish sa të duash. Merri njerëz të palcës. Palcës do të thotë në kuptimin figurativ. Ata që kanë qenë gjyqtar, prokuror dhe avokat, ata që janë direkt në ballë të luftës. Sepse një general nuk mund ta çosh një general në ushtri e tij të drejtojë një ushtri pa qenë i përgatitur, pa qenë ushtar të luftojë. Gjyqtar, prokuror, avokat, ata janë ekspert fushës për mendimin tim.